një pejgamber i dashur, i but, i mençur dhe plot mrekulli, Isa a.s. A i lindi pa baba me lejen e Allahut. Një mrekulli që të rënditi mendje dhe forcoi besimin. A i foli në gjep, shëroi të verbrit, ngjalli të vdekurit me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Dhe thirrri njerëzit drejt adhurimit të një të vetmit. Por më shumë se mrekullit, Isa a.s. ishte shembulli i thjeshtësisë, përulësisë dhe mëshirës. Në një botë të mbushur me padrejtësi, ai ishte zëri i së vërtetës. Në një shoqëri që kishte harruar mëshirën, ai erdhi si dritë që udhëzon. Historia e tij nuk është vetëm e së kaluarës, është një thirrje për pastrim të shpirtit, për besim të sinqert dhe për dashuri që buron nga Allahu subhanahu wa taala. Isa a.s. nuk e përfundoi misionin e tij. Ai do të vijë para përfundimit të kësaj bote, do të kthehet për ta përmbyllur misionin e tij për të gjykuar me ligjin që ka sjell Muhamedi a.s. me Kur'an. Isa a.s. një nga ulul azmit, pejgamber të dalluar, i cili erdhi në jetë pa baba, vetëm nga nëna, me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Një pejgamber shumë i madh, një fëmijë që foli duke qenë në gjep për ta pastruar nënën e tij, një pejgamber që erdhi me shpallje në popull zullumçar, një pejgamber që Allah subhanahu wa taala e ngriti, as nuk e kryqun, as nuk e guzhdun, as nuk e vriti mirë, pa Allahu e ngriti për të ardhur një të ardhme kur Allahu e ka bë caktim për më u kthy në përfundimin e kësaj bote për ta përmbushur misionin me të cilin e kishte ngarkuar Allah subhanahu wa taala. Ky pejgamber do ta ketë një dialog ditën kur dalim para Allahut me Allahun subhanahu wa taala. Në surën Maida, Allahu në ajetet e fundit e paraqet një dialog që e bën me Isa a.s. për të qenë shembull dhe dëshmi dhe arsye për gjithë ata që e kanë besuar Isa a.s. dhe për të qenë një argument, kundër argument për ata që e kanë mohu Isa a.s. Andaj, Allahu për një moment i drejtohet Isës a.s. ditën e gjykimit dhe i thot: "A ti ke urdhëruar popullin tënd me të marrë për Zot ty dhe nënën tënde?" Një pyetje që Allahu e dinte, sepse Allahu është i gjithditur. Një pyetje që është argument për ata që mohuan Isën a.s. dhe e morën për Zot ata. Dhe Isa a.s. e tregon mesazhin me cilën e kishte dërguar Allahu subhanahu wa taala. O Allah, ti më ke dërguar që me thirr vetëm në një adhurim, të vetëm, me adhuru vetëm Allahun, Zotin e botrave. Këto e kom bo Allah. Ti e dëshmitar për këta që unë e kom bo dhe ka dëshmitar dhe prej njerëzve që më kanë taku. Andaj o Allah, ata që më kanë mohu, nëse i dënën ti Allah, atëherë ata janë robërit e tu, nëse i falë, atëherë ti e ai që falë shumë dhe e mëshirues. Kjo pjesë e fundit e këtij ajetit e ka bërë që Muhamedit a.s. me kalu komplet natën, namazin natës ti, duke e ripërsërit këtë pjesë të ajetit. In tu'adhibhum fa innahum ibaduk. O Allah, nëse ti i shkatron këta, o Allah, nëse ti i dënon këta, atëherë o Allah, këta janë robërit e tu. Kjo pjesë e ajetit e ka bërë Muhamedit a.s. gjatë gjithë natës me përsërit namazin natës ti me këtë ajet, për të treguar se çfarë mëshire ka Allahu subhanahu wa taala. O Allah, nëse ti na dënon ne me robërit e tu, dhe ne s'kem ku shkojmë tjetër. Mirë, po nëse ti na fal, atëherë ti je falsi, mëshiruesi. Andaj, pavarësisht sfidave që kemi në jetë, pavarësisht gabimeve, do të me ditë që të Allahu kena më kthy dhe Allahu ka më na marrë në pyetje, dhe kjo është ajo esenca e krijimtarisë, se ne do të me vepru që një ditë kur dalim para Allahut me tregu ato që ne kemi vepruar në dunjë. Kjo jetë është jetë që do të me kry adhurim, me ngaru për punë të mira dhe të hajrit dhe me jep përgjegjësi para Allahut me ata që Allahu na ka ngarkuar. Andaj o Allah, nëse na dënon atëherë ti je o Allah i drejti absolut, sepse ti nuk e dënon askënd për të bërë zullum, sepse ne i bëjmë zullum vetes tonë dhe ti je më i drejti absolut. Mirë, po nëse na fal atëherë ti je më i mëshirues.